wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Falënderimi i takon vetëm Allahut, atë falenderojmë, prej tij ndihmë kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët ndjekin rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun e madhruar vëllezër që këto mezhlise Allahu t'i bëjë mezhlise të bereqetshme dhe argument për ne në ditën e gjykimit dhe jo kundër nesh. Elusim Allahun e madhruar që Allahu të na mësoj atë që na bën dobi dhe të na bëjë dobishme atë që na ka mundsuar ta mësojmë dhe gjithmonë të na shtoj dijen e xhairit. Amin. Vazhdojmë me shpjegimin e hadithit të radhës në librin Riyadus Salihin nga Imam Nevaviu, Allahu e mëshiroft, dhe kemi ardhur tek një hadith i cili gjithashtu është pjesë e kapitullit të sabrit, durimit. Hadithin e transmeton Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma, i cili në këtë hadith vëllezër tregon një ngjarje të rëndësishme me dobi dhe mësime të shumta. Megjithatë, duke qenë se kemi kohën të kufizuar dhe të limituar, do të përpiqemi me lejen e Allahut që të fokusohemi të paktën tek pjesët më të rëndësishme të hadithit. Abdullah ibn Abbasi tregon një ngjarje të Ujejne ibn Hisnit, i cili erdhi në Medinë dhe qëndroi tek nipi i tij, tek djali i vëllaut të tij. Ujejne ibn Hisni ishte prej atyre që e pat pranuar Islamin në fundin e jetës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje ishte prej atyre njerëzve të cilët i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ju pat dhënë pasuri për përfitimin e zemrave, që ata të jenë qëndrueshëm fenë Allahu xhallahu ala. Edhe pse pas një kohe ky njeri përsëri, domethënë, do të rikthehet në idhujtarin e tij dhe do të braktisë fenë islame. Pastaj në kohën e Ebu Bekrit, domethënë kur Ebu Bekri radiallahu anhu mori përsipër që t'i luftojë ata të cilët kishin dalë nga feja e Allahut, kishin bërë ridde, do ta zëj rob këtë njeri dhe do të kthehet përsëri në Medinë dhe deshti Allahu subhanahu wa taala që përsëri të bëhet pjesë e kësaj feje vetëm të pranuar tek Allahu xhallahu ala. Sa i përket këtij njeriu, një ditë prej ditëve vëllezër, kur erdhi në Medinë për të qëndruar tek nipi i tij, i cili e kishte emrin El-Hurr ibn Qais. El-Hurri ishte prej njerëzve të dijes, prej kurrave, prej njerëzve të cilët Omeri radiallahu anhu e merrte dhe e mbante gjithmonë afër vetes së tij. Dhe ky njeri pra kishte ardhur tek nipi i tij në Medinë, tek El-Hurri, që të kërkonte një ndërmjetësim që ky ta takonte me Omerin radiallahu anhu, që t'ja mundsonte që të ketë një takim me Omerin radiallahu anhu. Abdullah ibn Abbasi vëllezër tregon këtë hadith duke e përshkruar El-Hurrin, pra këtë sahabi, këtë njeri, duke thënë: "Wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar." Pra ky ishte prej njerëzve, prej një grupi të vogël të njerëzve që e mbante afër vetes Omeri radiallahu anhu. Dhe fjala nefer përdoret për një grup të vogël që nuk e kalon numrin 10. Pra ky ishte nga ato të paktët njerëz të cilët Omeri radiallahu anhu e kishte në konsiderat për shkak të diturisë që e kishte, maturisë dhe njerëzve të cilët e njihte librin e Allahut subhanahu wa taala dhe normalisht e zbatonte atë. Dhe kjo vëllezër na jep neve një mësim shumë të rëndësishëm. Omeri radiallahu anhu, bëhet fjalë në këtë kohë, ishte udhëheqës i muslimanëve. Nuk e rrethonte veten me njerëz të cilët ja bonin qefin atij. Omeri radiallahu anhu këto pak njerëz të cilët i kishte afër vetes, i zgjidhte si njerëzit më të ditur që ishin në atë qiell kur ai jetonte. Dhe kjo na bën me dije për faktin se një njeri për të pas sukses dhe për të qenë aty ku kërkon Allahu xhallahu ala, nuk ka mundësi vëllezër të arrijë këtë duke pas afër vetes njerëz të cilët ja bëjnë qefin, njerëz të cilët e lavdrojnë atë. Andaj Omeri radiallahu anhu nuk e kishte kriter për ta pasur pranë vetes së tij
faktin që dikush mund t'i përkiste një kabiles me nam me emër, as nuk e kishte kriter që ta kishte afër vetes dikoj cili është pasanik, as nuk e kishte kriter dikoj cili kishte ndoshta ndonjë status ose pozit lartë në shtet. Kriteri i vetëm që e kishte Omeri radiallahu anhu për ta mbajt dikë afër ishte dituria, ishte devotshmëria, ishte maturia. Andaj në qoftë se i sheh njerëzit cilët i qëndronin përreth, ishin njerëz të cilët ja kishin frikën Allahut azza wa jall. Dhe dobia e shoqërimit me këta njerëz do të na shfaqet neve në fundin e hadithit. Dhe këtë njeri, pra El Hurrin, thot Abdullah ibn Abbasi, wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umar wa mushawaratihi kahulan kanu aw shubbana. Pra njerëzit e dijes, njerëzit që i rinin mezhlis Omerit radiallahu anhum, ishin kurra, dhe fjala kurra, kur përmendet sot nga ana hoxhallarëve ose dietarëve, për ditët e sotshme, e kanë për qëllim dikë i cili ka ndoshta lexim të mirë të Kur'anit, ose i di kirajetet, ose ka një lidhshmëri të ngushtë me Kur'anin. Ndërkaq Abdullah ibn Abbasi kur e përshkruan El Hurrin këtë rast, këtë njeri se ishte prej kurrave, nuk është i njëjti qëllim që përshkruhet sot dikush i cili vetëm e memorizon Kur'anin dhe përfundon çështja e tij. Në të kaluarën kur i thonin dikujt në kohën e sahabëve kurra, bëhet fjalë për një njeri që është shumë i ditur në mesin e sahabëve. Andaj Abdullah ibn Abbasi përsëri e thekson këtë hadith se Omeri radiallahu anhu, njerëzit të cilët i kishte përreth ishin prej kurrave, njerëz të cilët e njihnin dinin e Allahut azza wa jall, njerëz të cilët ishin gjendje gatishmërie që ta këshillonin eventualisht për ndonjë lëshim që mund ta kishte Omeri radiallahu anhu. Andaj thot Abdullah ibn Abbasi, e transmeton domethënë këtë hadithin, ku thot se ky njeri pat ardh tek El Hurri tek nipi i tij dhe kërkoi leje që të hyjë dhe të takohet me Omerin radiallahu anhu. Në moment vëllezër kur hyri tek Omeri radiallahu anhu, ky njeri i cili kishte ardhur nga larg, ky njeri që në një transmetim thuhet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte dhënë 100 deve, i kishte dhënë pasuri që t'ia përfitoj zemrën. Kur hini tek Omeri radiallahu anhu, i tha: "Ibn al-Khattab", o i biri i Khattabit. Tha, ti e tha nga njerëzit që nuk gjikon drejt, dhe ti e nga njerëzit që shumë pak na jep nga pasuria që na takon neve. Dhe ky nipi i vet El Hurri e shikon këtë tek i cili po e akuzon Omerin radiallahu anhu se nuk na qen ka i drejt dhe nuk i paska dhënë pasurit mjaftueshme. Kush dhe kënd e akuzon? Ky i cili diku në të kaluarën ka marrë 100 deve dhe kanë trajtuar në formën më të mirë, e akuzon udhëhecin e muslimanëve. Dhe në moment vëllezër kur Omeri radiallahu anhu e ndëgjon këtë lloj akuze, që në esencë është gënjeshtër nga se e dinte situatën e këtij njeriu, nervozohet me të. Dhe mendon dhe fillon që të preokupohet se cila do të ishte forma dhe mënyra më e mirë për ta ndëshkuar këtë njeri i cili e ka takimin e parë me mua. Madje nuk i është dhënë luksi dhe komoditeti që këtë takim ta ketë në mënyrë normale. Si ka ardhur këtë takim? Erdh me ndërmjetësimin e nipit të tij, që ishte El Hurri, që ishte prej njerëzve të afërt Omerit radiallahu anhu, dhe ballafaqohet me Omerin dhe në takimin e parë e akuzon me diçka që është shumë e padrejtë. E akuzon se Omeri radiallahu anhu nuk i ka dhënë pasuri dhe nuk është i drejtë në gjykim ndaj njerëzve. Dhe në moment që mendon Omeri radiallahu anhu për ta ndëshkuar këtë njeri, atëherë El Hurri, i cili ishte njeri i ditur, njeri i devotshëm, i thot: "Ja Emir al-Mu'minin." Dhe shikojeni, vërejeni këtu vëllezër dallimin mes dy njerëzve të cilët janë prej një familje. El Hurri dhe ky i cili kishte ardhur nga larg tek nipi i tij për të takuar Omerin radiallahu anhu. Ki i drejtohet me Ibn al-Khattab, o i biri i Hattabit, dhe është përmend në hadith një shprehje e cila shprehje tregon pakënaqësi dhe ashpërsi në raport me dikë kur flet.
Dhe ky i drejtohet Omerit radiallahu anhu me këtë lloj pa edukate, ndërkaq vjen El Hurri që është nipi djali i vëllaut këtij dhe i thot ja Emir el Mu'minin, o udhëheqës i besimtarve. Dy njerëz, por ama komplet me sjellje të ndryshme, me edukatë ndryshme. Ky nuk di se si t'i drejtohet një udhëheci të besimtarve, ndërkaq ky që është i ditur që e ka afruar pran Omer radiallahu anhu, i thot ja Emir el Mu'minin. Thot inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tash ky njeri i ditur që është afër Omerit radiallahu anhu El Hurri e përkujton Omerin radiallahu anhu udhëhecin e besimtarve me një fjalë të Allahut, me një ajet që Allahu ja ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në momentin më të duhur. Dhe unë o vëllezër po mendoja sa e sa njerëz të cilët do të duhej që të ishin shembuj për ne në jetën fetare. Njerëz të cilët sot gëzojnë poste të ndryshme, kanë autoritet, kanë një status në organizimin e jetës fetare. Wallahi nuk kanë rënë gabimet shumëta vetëm për faktin që në rrethin e tyre mungojnë njerëz të ditur dhe njerëz devotshëm. Sepse njerëzit e ditur dhe njerëzit e devotshëm shpeshherë janë arsye që ty të shpëtojnë nga rënja në gabime. Por ama sot kush janë afër njerëzve të cilët kanë pozita? Ose është një pasanik, ose është një familjar, ose është dikush tek i cili ki ka interes, as pak nuk vjen shprehje që kriteri kryesor të jetë dituria të cilin kriter e kishte Omeri radiallahu anhu. Dhe shikoni se kur njeriu e ka si kriter diturin dhe e ka devotshmërinë për të afruar dikë afër vetes së tij, e shpëton dhe e nxjerr, në një situatë, nga një situatë sikletshme në një situatë për mënyrën se si duhet të veprojë drejt. Në këtë rast Omeri radiallahu anhu se si ta menaxhojë nervozën ka shi një njeriu që po akuzohet se nuk është i drejtë dhe nuk i ka dhënë pasuri. Cili është ajeti që ky ja kujton? Thot o udhëheqës i besimtarve. Thot Allahu ja ka zbrit një ajet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku i thot khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allahu jalla wala i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot khudhil afwa, thot fali njerëzit. Merret letën prej tyre. Mos u preokupo, mos u merr shumë me lëshimet dhe gabimet e njerëzve, se kushdo që fokusohet shumë tek tmetat dhe lëshimet e njerëzve, do të shkatërrohet. Andaj Allahu xhallahu ala i thot khudhil afwa, thot fali njerëzit, merri me lehtësi ato. Wa'mur bil urfi, dhe ti urdhro për të mirë, wa a'rid 'anil jahilin, dhe largohu nga njerëzit e paditur. Ajet për Omerin radiallahu anhu në momentin më të duhur dhe më të nevojshëm që të kuptoj se si duhet të merrem unë me këtë njeri i cili është duke më akuzuar se unë nuk gjikoj drejt dhe nuk i kam dhënë pasuri mjaftueshëm. Pra, ja kujton ajetin kuranor që me këtë ajet ta edukoj udhëhecin e besimtarve. Që sot o vëllezër nuk vjen shprehje që njerëzit të cilët i kemi prijes ne të kenë afër vetes njerëz të cilët janë këshilltar dhe të këshillojnë ata në këtë mënyrë. Madje di ku qëndron fatkeqësia o vëllezër. Se ne kemi ardhur me një zaman dhe këtë për çdo ditë ne po e jetësojmë dhe po përballemi me këtë realitet. Nëse ti je me një rreth, je me prijes fetar, je me predikues fetar, elhamdulillah nuk janë të gjithë të njëjtë. Ka njerëz të këtë cilët vazhdojnë akoma të jenë shembullor për ne. Por ama ka edhe një pjesë të madhe të njerëzve të cilët nëse ti hap një diskutim fetar, nëse ti e këshillon me fjalën e Allahut, me porositë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, automatik do të krijohet një përshtypje në mentalitetin e tij se ky është duke na shit mend neve. Dhe çka ka ndodhur? Ka ndodhur që ndoshta në mesin e njerëzve të cilët janë predikues fetar të jetë marrë të folet për fe. Ky është një realitet i dhimbshëm që ne sot e shohim ditët e sotshme. Dhe nuk ka pas shanca që e njëjta gjë të jetë prezente tek sahabët, tek udhëhecit e besimtarve, nga se ata kanë qenë të kujdesshëm dhe para se gjithash ja kanë pas frikën Allahut xhallahu ala për lëshimet e tyre. Andaj ja kanë pas shumë hajrin në moment kur afër vetes kanë marrë njerëz të cilët kanë ditë
që t'i këshillojnë për gabimet e tyre dhe për lëshimet e tyre eventuale. Andaj, ky njeri, El Hurri, që ishte prej njerëzve të ditur, ja kujton Omerit radiallahu anhu një ajet kuranor ku i thot se shikon se çfarë Allahu xhallahu ala i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti je udhëheqës me njëherë pas Ebu Bekrit radiallahu anhu, ti ke nevojë që të orientohesh dhe të edukohesh me fjalët e Allahu xhallahu ala. Khudhil afwa, merret letën e njerëzve. Domethënë fali njerëzit. Wa'mur bil urfi, urdhro për punë të mira, wa a'rid anil jahilin, dhe largohu nga njerëzit e paditur. Andaj ky është momenti që ti e ballafaqu me një njeri i cili është ignorant, një njeri i cili nuk ka etikë dhe edukat se si të sillet me një prijes të besimtarve, në këtë rast si ishte Omeri radiallahu anhu, ti ke të bësh me një njeri i cili ka kërkuar ndërmjetësim për t'u takuar me ty dhe po sillet në këtë formë me ty. Andaj a'rid anil jahilin, largohu nga njerëzit e paditur, mos mendo për formën dhe mënyrën se si ta ndëshkosh ti këtë njeri. Dhe mësimi tjetër o vëllezër që e marrim, në moment kur Omeri radiallahu anhu e ndëgjon këtë ajet dhe e ndëgjon këtë këshill nga ky njeri i mençur, çka thot? A mundohet që ta arsyetoj ndëshkimin e tij me ndonjë ajet tjetër, që zakonisht neve prej hileve që shajtani përdor tek një pjesë e madhe besimtarëve është kur dikush e këshillon dikë me një ajet, me një hadith, gjëja e parë që bëjmë mundohemi dhe ne gjejmë një ajet, një hadith për ta justifikuar gabimin tonë. Apo me fe, edhe ne me fe, dim që dalim prej situate dhe nuk e kemi atë gatishmëri që të ndalemi tek ajo që ka thonë Allahu xhallahu ala dhe të largohemi dhe të shmangemi nga kryerja një vepre e cila mund të jetë mëkat dhe mund të mos jetë e duhur në momentin kur ne e veprojmë atë. Transmetohet se kur El Hurri, pra ky njeri i mençur, e lexoi këtë ajet, Omeri radiallahu anhu vëllezër nuk mendoi më për mënyrën se si ta ndëshkonte këtë njeri të paditur. Andaj thuhet se wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Në moment kur e ndëgjoi Omeri këtë ajet kuranor, nuk u mor më as pak me atë njeri. Dhe kjo është më interesante. Wa kana waqafan inda kitabillahi, dhe ishte prej njerëzve që kur e ndëgjonte ajetin kuranor e meditonte me thellësi se çka ka thonë Allahu xhallahu ala. E kthjellonte fjala Allahu subhanahu wa taala. E kuptoi Omeri se a duhet të merret apo nuk duhet të merret me këtë njeri që ishte xahil. E mori mesazhin dhe e mori këshillën nga ky njeri i ditur. Kush? Omeri radiallahu anhu. Lidhja e ngushtë vëllezër e këtij hadithi në mënyrë direkte me kapitullin të cilin e ka sjellë Imam Neveviu është sabri që njeriu duhet të ketë në raport me njerëzit cilët janë xahila, me njerëzit cilët janë të paditur. Nëse dikush ka marrë guximin ta akuzoj një udhëheqës të besimtarëve, sikurse që ishte Omeri radiallahu anhu i pastër, me të gjitha virtytet dhe cilësitë e mira që mund t'i ketë një besimtar, kush jemi unë dhe ti me shumë tmeta, me shumë mangësi, që të përjashtohemi nga ky rregull që të mos akuzohemi nga njerëzit. Kush jemi unë dhe ti që të presim që njerëzit na trajtojnë formën më të mirë gjithmonë dhe të mos nëndohemi nga ta. Andaj është shumë normale, është shumë e natyrshme që dikush mund të të akuzojë me të padrejtë. Është shumë normale që dikush mund ta thotë një fjalë për ty që nuk i takon. Është shumë normale që dikush mund të të bëjë zullum. Përderisa kjo ka qenë normale me njerëzit cilët kanë qenë gjenerata më e artë në këtë sipërfaqe të tokës, kush jemi unë edhe ti që, domethënë në momente kur dikush vjen dhe na akuzon dhe na thot një fjalë që nuk na takon dhe nuk na përket neve, ne domethënë të nervozohemi dhe të acarohemi dhe ta marrëm këtë gjë sikur është fundi i dunjas. Andaj o vëllezër, ky hadith i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam na mëson se njeriu duhet të mësohet që të jetë sabërlin në raport me njerëzit që janë xahila, me njerëzit të cilët nuk dinë. Dhe edukimin më të mirë njeriu duhet ta marrë nga fjalët e Allahut dhe nga fjalët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të jemi nga ata njerëz të cilët gjithmonë kur këshillohen me fjalët e Allahut dhe me fjalët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dinë që të ndalojnë tek këto fjalë dhe dinë që të marrin mësimet e duhura nga fjalët e Allahut dhe
udhëzimet e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe për qenë të tillë, ajo që na nevojitet është që në rrethin tonë dhe në shoqërinë tonë o vëllezër të kemi njerëz të ditur. Nga se Omeri radiallahu anhu ndoshta nuk do të mund që tu edukonte në këtë formë dhe të vepronte në këtë formë të duhur nëse nuk do ta kishte pranë vetes një njeri sikurse që ishte El-Hurri. Një njeri i cili ju kujtua ky ajet kuranor. Amo sot ne është shumë normale që të zemrohemi, madje të thellohemi në zemrim, madje të acarojmë punën më shumë, madje të zhytemi në hakmarrje, edhe ndoshta të jemi të dëmshëm dhe të jemi të ashpër ndaj njerëzve të cilët nuk janë të ditur dhe veprojnë ndonjë sjellje të pahishme në raport me ne. A e dini pse? Se përveç se ndoshta vetë jemi të paditur, edhe rrethin e kemi të paditur. Nga njëherë ndoshta ti mund të përmbahesh, por ama vjen dikush ta thot një muhabet, pse be nuk ja ktheve? Pse be kallëzohesh i dobët? Ky nuk meriton që ti do me thonë ti je sa bëllin këtë situatë, po unë të kisha kohë në vendin tënda, a e di çka do t'i kisha bë? Këto fjalë ku e çojnë njerin? Këto fjalë vëllezër, dhe ky rreth ose kjo shoqëri e çojnë njerin tek shumë veprime që na kanë çuar neve, që më pas e kemi rënë pishman. Andaj është jashtëzakonisht nevoja e madhe që në rrethin tonë dhe në shoqërinë tonë të kemi njerëz të cilët dinë të na çelin syt neve. Të kemi njerëz të cilët dinë të na këshillojnë. Dhe kjo është e nevojshme fillimisht për ne si hoxhallarë vëllezër. Këtë nuk e them për shkak të modestisë. Nëse Omeri radiallahu anhu i ka pat 10 veta dhe ka shikuar që gjithë secili prej tyre të jetë më i devotshëm dhe më i ditur, kush jemi ne sot që ndjehemi të mjaftueshëm mos me e pas asnjë në rreth i cili na i tregon të metat tona. Ishte po i njëjti Omeri radiallahu anhu i cili thoshte dhe është transmetuar, Allahu e mëshiroft atë njeri i cili i nxjerr në pah të metat e mia. Allahu e mëshiroft atë njeri i cili mi vën dukje gabimet dhe lëshimet e mia. Ndërka që ne sot çka bëjmë? Allahu mos na takoft me njerëz cilët i gjurmojnë të metat tona. Nuk flas në gjurmim kuptimin që ai t'u bëjë muhabetin këtyre të metave. Por ama vëllezër, kemi nevojë për njerëz cilët na marrin dhe na shkundin nga njëherë situata të ndryshme. Kemi nevojë për njerëz të cilët na largojnë pluhurin e gafletit, shkujdesjes dhe përgjumjes tonë, rrugtimin tonë për tek Allahu xhallahu ala. Sepse njerëzit të cilët na lavdrojnë zakonisht na vojnë gjumë. Dhe aq shumë na kanë vënë gjumë disa njerëz me lavdata, saqë problemi është për të zgjuar prej këtij gjumi. Dhe ne sot kemi nevojë për njerëz. Ne si hoxhallar, njerëzit të cilët kanë poste kyçe në organizim të jetës fetare, vallahi kanë nevojë të madhe që dikush t'i thotë mos Allah se kjo punë është haram. Mos se kjo punë nuk bën, mos se këtë punë nuk e do Allahu xhallahu ala. Por ama ajo që ka ndodhur sot gjendja reale është se njerëzit të cilët i kemi afru janë njerëz të cilët i kemi për rreth vetes për interesa dunjaje. Dikush e ka afru dikë për një tender, dikush tjetër pse është pasanik, dikush tjetër pse ja kryen një punë. Pra kriteri i afrimit njerëzve tek ne nuk është ai kriter që e kishin sahabët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu në madhruar o vëllezër që Allahu listën e miqësisë tonë na bëj ose të na mbush me njerëz të cilët na përkujtojnë me fjalët e Allahut dhe me fjalët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu xhallahu ala që Allahu na mundsoj të jetojmë me një shoqëri, me një rreth që kanë besim të shëndosh, me një rreth të cilët vazhdimisht në momente e gabimi dhe në momente lëshime dinë të orientojnë aty ku Allahu është i kënaqur, nuk dua të zgjatem më tepër. Allahu qoftë razi me punët tona dhe me fjalët tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu shpëlbeft në gjë.